Sot du bën 3 vite nga demonstrata dhe shkurtit, demonstrat ku policia unë mikut vrau Arben Xheladinin e Mon Balajn dhe plagosit të 10 të tjera. Për ndërth kësaj dite, lëvizja vetëvendosje organizoi një sër aktivitetesh, duke filluar me homazhe tek varri i Mon Balajt për të vazhduar me homazhe tek varri i Arben Xheladinit. Kush sot mundet me qenë ballhapur se ata që ja dhanë bitë dhe bijat më të mëdhenj për lirinë e Kosovës. Arbeni e ka dashur Kosovën si një kopsht të mbushur me lule. Sot Arbeni me kujdesin e vllazërve të vet, bashkëmendimtarëve të vet, vetëvendosis, po shon këtu në hijen e flamurit. Do të ketë për jetë. Flamurit që e deshti aq shumë. Ky flamur ka jeton edhe të veçetoje. Në orën 14, aktivistë të lëvizjes, familjarët e të rënëve, por edhe qytetarë të shumt, vendosën lule të pllaka për kujtimorin në sheshin Nën Terezë. Shfaqja e filmit 10 shkurtin në kineman ABC u bën në orën 15. Në orën 17 u mbajt Akademia për kujtimorin në sallën e kuqe në Pallatin e Rinisë, ndërsa në orën 18 u bë dhe mbyllja e ekspozitës e cila kishte zgjatur gjatë tërë ditës. Pavarësia e Kosovës tani është realitet vetëm në një botë, në një realitet, në botën e fjalëve. Në fjalë thuhet se Kosova është shtet i pavarur, sovran e demokratik. Dhe është i tillë vetëm në këtë botë, në këtë realitet, në botën e fjalës. Tani për ne, emrat e tyre janë aq shumë të lidhur me njëri tjetrin, saqë duket sikur që janë emra vëllezëresh. Por atë ditë, ata u qëllun dhe u vranë në vendet të veçanta, dhe duke mos u njohur kur njëri tjetrin. Ata kishin ndarë mendjen se duhej vazhduar rrugën që kishin nisur shumë dëshmor që ranë para tyre. Të vetëdijshëm, pa u hamendur, ju bashkuan radhe të mia demonstruesve që thresnin politikvërësit që të mos mashtrohen. Nëse me 10 shkurt 2007, unë ju prija monit e Arbenit, që prej asoj dite ata më prej mua.